Është kënaqësi e veçantë që të marr pjesë sot me juve bashkë në këtë rrjedhë ku flasim për drejtësinë, jo vetëm si një koncept abstrakt, por një realitet i përditshëm që prek jetën e çdo qytetari. Dhe në këtë rast falenderoj GLPS-n për organizimin dhe për përkushtimin e saj të vazhdueshëm për monitorimin e institucioneve të drejtësisë. Sepse raportet si ky sotme janë analiza më mirëfillt ose pasqyra më e drejtë që qytetari do të ketë para vetës dhe ku ne si politik, por edhe si institucionet të drejtësisë duhet mësojmë dhe të lexojmë të vërtetën ashtu siç është dhe të pa kompromis. Kur flasim për performancën e sistemit të drejtësisë, përgjithsisht këtu kur flas këto fjalë drejtësisë përfshi edhe sistemin prokurorial dhe atë gjyqësor, duhet të jemi të sinqertë maksimalisht. Dhe ne kemi këtë detyrim para qytetarëve, para atyre respondentëve të cilët në përgjigjet ndaj jush mund të edhe të jenë të sinqertë, mund të jenë edhe mos jenë të sinqertë, mund të jenë pjesërisht të sinqertë, edhe ata që s'kan pasur ose s'kan trokit kurrë në dyert e gjykatave e aq më pak të prokurorive, sepse unë besoj që percepcioni ose besimi i përgjithshëm i një shoqërie, jo vetëm kuptim sociologjik të fjalës, por kuptim krejtësisht elitik të fjalës që lidhet me pjekurinë që ka shoqëria jonë në raport me sistemin e drejtësisë. Do duhet ta ketë jo një raport të madh disproporcional siç e ka sot, ku i beson ndoshta më shumë politikës se drejtësisë. Unë do të jem i thar si jurist para të gjithash që t'i besoj më shumë drejtësisë se politikës. Te ne është e kundërta. Dhe tash ju si shoqëri civile edhe ne si aktor institucional do duhet me punu çdo ditë e më fort që ta përmbysim këtë. Por ka një ndryshim të rëndësishëm këtë aspekt, që për herë të parë drejtësia në Kosovë nuk po e shpang përgjegjësinë e vet. Duhet të jetë dhe po bëhet çdo ditë më tepër llogaridhënëse. Dhe në mars të këtij viti, unë kam qëndruar në qytetin e bukur italian të Venedikut, ku në Komisionin e Venecias ne kemi marrë dritën jeshile që ligjin për statusin, performancën e integritetit dhe gjyqtarëve dhe prokurorëve ta jetësojmë. Tash jemi në një situatë të ngërçit politik, por besoj që në momentin kur të themelohet kuvendi i ri dhe të vijojë punën e tij, normalisht kjo pako ligjore që është bërë me konsensusin e plotë të KXH-s dhe të KPK-s të kaloj procedurat e zakonshme të kuvendit dhe të jetësohet, dhe ky nuk është ndonjë plan B i vettingut që qytetarët do të mund besojnë që se vettingu ndoshta u keq kuptuar në nivelin e laik të fjalës, sepse mendojnë njerëzit kur do të shohin atje disa koka të prera, apo them figurativisht si në Shqipëri, që ta shohin ndonjë gjyqtar në prokuror dhe ndonjë titull medial që filan Fisteku nuk është më gjyqtar sepse s'ka arrit me justifiku ai, grua e tij ose vllau ose motra pasurinë dhe në mënyrë që të shkojë te shtëpia. Ne s'kemi synu kur me bëj asnjë lloj vettingu. Ne kemi synu bashkërisht me zotin Kelmend dhe me gjithë aktorët dhe me zotin Zogaj nga KXH që të bëjmë një lloj vettingu i cili do t'i rezistoj kohës dhe do t'jetë krejtësisht empirik në kuptimin e fjalës. Ndërkohë që ky ligj që sapo e përmenda, që ka marrë konsensusin e plotë nga trupi më elitik i drejtësisë evropiane, që është Komisioni i Venecias, do të përpiqet të jap përgjigje pikërisht kësaj pune që lidhet me integritetin. Në mënyrë që ky integritet pastaj edhe në raportin e perceptimit qytetar të rris efektivitetin e vet. Megjithatë, unë nuk jam shumë i thar i statistikave, por suksesi nuk matet vetëm me to, janë pjesë e pandashme e performancës edhe të gjykatave të prokurorive, edhe neve si politikë ose si qeveri, por megjithatë statistikat do duhej me u lënë anash në mënyrë që drejtësia të matet me ndjenjen e drejtësisë që përjeton qytetari. A është qytetari i kënaqur me këtë drejtësi që ne e prodhojmë? Unë si pedagog i drejtësisë në universitet e përdori shpesh një thënie që është e vjetër, por ka sa ekziston drejtësia, që drejtësia nuk duhet vetëm të bëhet, ajo duhet shihet që po bëhet. Edhe midis këtyre dy raporteve të bërit, sepse drejtësia bëhet në Kosovë, por është mjaftueshëm e pashme, e vrejtshme, e matshme dhe qytetari, mendoj që jo. Nuk po shihet sa duhet kjo drejtësi. Dhe në këtë rast, drejtësia nuk është
shpesh herë nuk bazohet vetëm te shifra, por është një lloj përjetimi. Në mënyrë që qytetarët ta përjetojnë këtë drejtësi. Dhe pikërisht ne kemi bërë një gjë kolosale si Ministria e Drejtësisë këtë drejtim. Kemi hartu një draft ligj, që është ende draft ligj, që dhe kemi përfunduar atë, që është projekt ligji për realizimin e së drejtës për gjykim të kohë të arsyeshme, një ligj që e kthen kohën në mjet drejtësie e jo në pengesë të saj. Ky ligj që tashmë pret miratimin e kuvendit të ri do të mundsojë qytetarëve të kërkojnë kompenzim kur drejtësia vonohet pa arsye, duke vendosur kështu një standard të ri të llogaridhënies institucionale. Nëse kemi një rast hipotetikisht pronësor, që është mbi 15 vite në sirtar të gjykatave, ose një rast divorci që mund të jetë me komplikime procedurale, pa fajet e palëve gjithmonë, pa fajet e palëve, sepse kur falet janë fajtore, nuk i përgjigjen gjykatës me provat e tyre ose me përgjigje që duhet t'i japin procedurale, atëherë nuk mund presim që qytetari të ketë besim kur një rast pronësor atje në një komunë caktuar me Kosovës është 15 vite po pret në sirtar. Dhe ne po besojmë që ky ligj do ta kthej në binar të duhur besimin në drejtësi. Dhe nuk mundet si shtet gjithmonë, po flasim se Republikë e Kosovës, të fshihemi më pas justifikimeve, por në këtë rast është një lloj mea culpa, që ne i pranojmë gabimet tona si shtet, justifikimet tona, sepse nuk mund të zgjasim procedurat tona. Dhe kjo është një reformë që ne besojmë është domethënëse për qytetarin, sepse nuk ka një drejtësi më të fortë se sa ajo që detyron vetë shtetin të jetë i drejtë. Sot më shumë se kur qytetarët kërkojnë nga ne që drejtësia të jetë e shpejtë, e qartë dhe e kuptueshme. Ata kërkojnë që vendimet të jenë të argumentuara, që procedurat të mos varriten dhe që sistemi të jetë transparent. Dhe kjo është pikërisht ajo që Ministria e Drejtësisë po synon përmes paketës së reformës së ligjeve ku bën pjesë edhe këto dy ligje që i përmenda, por sidomos përmes mekanizmave të kontrollit dhe integritetit që janë ndërmarrje ekskluzivisht të pavara që do t'i bëjnë këshillat respektiv dhe ku politika nuk ka dorë heq. Dhe këto duhet me thonë shumë hapur, në mënyrë që mos me menu që politika po ndërhyjë në drejtësi, por që këshillat respektiva e gjyqësorë dhe prokurorial do t'i kenë duart e lira për të bërë këto. Dhe tash mekanizmat janë të parapame me ligj, në mënyrë që të ndërtohet mbi këtë dizajn kushtetues dhe ligjor që i kemi ne, një balans midis pavarësisë dhe përgjegjësisë. Nuk ka me thonë që vetëm gjyqësori është i pavarur, por duhet të jetë edhe llogaridhënës. Kujt do t'i jap llogari? Do t'i jap llogari mekanizmave që do t'i ndërtoj sistemi brenda. Dhe këto reforma nuk duhet parë vetëm thjesht si çështje teknike. Zonja Arifi më pyeti për disa gjëra të cilat unë do të jem shumë konkret dhe shumë i shkurt, që lidhet e para me vettingun. Unë thash që ju e dini proceduralisht, gjithë e dim, edhe qytetarët besoj kanë kuptuar tashmë, sepse ne për dallim prej gjyqtarëve prokurorëve jemi më shpesh në media dhe do t'i themi këto çdo herë sa na jepet rasti, që plani i amendamenteve kushtetuese për shkak të dizajnit ton kushtetues është në këtë moment problematik për të kaluar, në mënyrë që ai pastaj të krijojë mekanizmat e tij, duhet me bë ndryshime ose amendamentime, duhen 2/3 e 2 fishta dhe në këtë moment e kemi pothuajse të pamundur, mos me thonë të parealizueshme, por shpresojmë që do ndodhë, ndërkohë që ka kalu me këtë pakon ligjore që tashmë e pret kuvendin e ri dhe ka pas konsensusin e plot të këshillave, siç e përmenda në krye të herës, të këshillave respektiv që kjo pako të kaloj, që përfshin gjithsej 6 ligje. Sot jemi 23 tetor. Nëse jam matematik i mirë, na juristat kena të lashe në matematik, prej 21 shkurtit të vitit 2024, janë 20 muje, 2 ditë që byroja ndodhet në sirtarët e gjykatës kushtetuese. E pa precedent në historikën prej themelimit të gjykatës kushtetuese, që një reformë që neve na e ka marrë gjysmën e mandatit për me kriju, edhe gjysmën e mandatit po e presim për me marrë përgjigje për kësaj gjykate. 21 shkurt, 24, 23 tetor, 25, byroja s'ka përgjigje nga gjykata kushtetuese nëse është në përputhje me standardet kushtetuese dhe drejtat e njerëzit. Kjo është një gjë e pa precedent dhe na nuk kemi këtu kur gjë me bu. Na veç do të me rrit presionin pozitiv dhe këtë kritik konstruktive, në mënyrë që mos me besu që
ata janë ndonjëherë sakral, janë mbledhur në një konklav në Logjën Pejton të Prishtinës dhe mendojnë që ata duhet me majtë një 2-3 vjet. Jo, 20 muaj janë shumë. Janë e pa justifikueshme. Qysh po japin zor për këto proceset politike për 2-3 javë me krye aktgjykime, edhe aty për 2-3 muaj e kishin krye. Hajde po themi në ajo që quhet racionale njerëzore dhe gjykimi i arsyeshëm. Dhe ne sigurisht që tash me themelimin e institucioneve të reja do të arrisim presionin pozitiv, se vetëm përveç fjalës nuk kemi mekanizma tjerë. Dhe menu që ose shpallet kushtetuese ose jo kushtetuese, kemi çka këtu s'ka situata bardhëzi. Ndërkohë që sa i takon njëm za çështjes së strategjisë antikorrupsion, sigurisht që tashmë i kemi marrë gjitha masat, po edhem për shkak të kalimit të kësaj faze që ndodhet prej zgjedhjeve të përgjithshme dhe po bëhen një vetë pothuajse nga dhjetori në kalim në të fushatës elektorale dhe deri në sot kalimin qeveri detyrë, por luftimi i krimit dhe korrupsionit unë po vitash nga javën e kaluar isha në Ministerial Drejtësisë në Sarajevo dhe ne në indeksin e transparencës dhe të sundimit ligjit më besoni që jemi më lartë se sa çdo vend i Ballkanit Perëndimor dhe kjo është pranuar këtë ministerial në Sarajevo ku kemi qenë bashkë me homologët e mi të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe besoj që kjo është merite për bashkë të gjithëve në kuptim që të perceptohet që jo të perceptohet, po të besohet që luftimi i krimit dhe të korrupsionit do duhet të jetë më aktiv dhe këtu prokurorit i kanë gjitha mekanizmat, kanë një kod penal ose komplet pakon ligjore të fushës penale, e kanë jashtëzakonisht sofistikume, këta në implementim janë më ekspert dhe kuptojnë nëse ka vrima ose ka të meta që do duhet me plotësu, dhe ne çdo herë në çdo takim kemi bërë të gatsh dëshirën dhe vullnetin tonë si ministri na ofroni gjitha këto vrejtjet eventuale që ne të bëjmë edhe plotësime të mëtejshme të këtyre kodeve, që mos tjetë vetëm që edhe tek çështjet e konfiskimit dhe të sekuestrimit që janë mekanizma gjithmonë prokurorat dhe gjyqësor, por ne si Ministri të Drejtësisë besoj që është drejtori i agjencionit këtu që pas përfundimit të diskutimeve të para do të mund të tregoj statistikisht se si ne si Ministri e japim komplet maksimumin tonë institucional që kjo çështje të jetë sa më e besueshme drejt rritjes së këtyre indikatorëve të perceptimit qytetar. Unë krejtësisht në fund do duhet me thonë që ne jemi absolutisht hapur, kemi bërë gjithmonë i pashëm disa prej vrejtjeve, janë 3 sësh që janë bërë për qeverinë e Republikës Kosovës, do doja të ndalesha te pika 2, kur ju thonin konstatimet e juja, ose ju konkludoni, që Ministria e Drejtësisë duhet me i trajtu me kujdesin e duhur nismat për reforma në drejtësi dhe bashkënduar këto me aktivitetet me sistemin e drejtësisë, shoqërinë civile dhe aktorët e tjerë. Unë personalisht për sa jam në Ministrinë e Drejtësisë, sa përsesh 2 vite e gjysmë, nuk di që kemi marrë në iniciativë ligjore, pa konsensusin e shoqërisë civile, pa ftesat e tyre, po e lemo që thuhet mos e bën zot pa i thirrë edhe këshillat, në mënyrë që për me kur është aty, pa i pas të gjitha aktorët bazë. Dhe kështu që një antikritik që do t'ja u bëja juve është që kjo pikë nuk do duhet të ishte këtu, sepse ne e përmbushim 100% këtë pikë, por e kuptoj që do duhet të qëndroj për me u bë na më të mirë, edhe për me vazhdu që trend, por bashkëpunimin çdo herë me shoqërinë civile dhe çdo tryezë edhe këtu për këtë të ligj, edhe për ligjin për realizimin e drejtës për gjykim kohë të arsyeshme. Zoti Zogaj s'ka qenë shumë i lumtur se ka menduar që do të rritet numri i landëve dhe presioni do të rritet gjyqtarë, sepse kemi para pa që në shkallë të parë të kryen brenda 3 viteve, ndërkohë që në shkallë të dytë brenda 2 viteve për sa kohë që është në dorën e gjyqtarit dhe jo me fajin e palëve. Në rast se shkohet atër do të kompenzohen jo për krye gjën për kërkespadit, por do të për vonesat që shteti duhet të bëj këto kundrejt qytetarëve, kështu që
Këtë pikën 2 herën tjetër, s'po kam qef me pa, po nëse janë bëmë, s'do të ankor. Faleminderit shumë. Faleminderit, zot.